Gjykatësi urdhëron Trumpin të ndalë dislokimin e gardës kombëtare të Kalifornisë në Los Angeles. Një gjykatës federal ka urdhëruar administratën e Donald Trump të ndalë dislokimin në Kaliforni të Gardës Nacionale të Kalifornisë në Los Angeles të kthejë kontrollin e trupave autoriteteve të shtetit të Kalifornisë. Gjykatësi i qarkut federal të San Franciscos, Charles Breyer, miratoi një urdhër paraprak në favor të padisë paraqitur nga autoritetet e Kalifornisë duke quajtur veprimin e administratës federale të pajustifikuar dhe në kundërshtim me parimet kushtetuese. Megjithatë, ai pezulloi përkohësisht zbatimin e vendimit deri të hënën për t'i dhënë kohë administratës të apelojë. Në qershor, Trump urdhëroi aktivizimin e mbi 4.000 trupave të gardës kombëtare të Kalifornisë pa miratimin e guvernatorit Gavin Newsom në kuadër të përpjekjeve për zbatimin e politikave të ashpra të migracionit. Deri në fund të tetorit, numri i trupave ishte reduktuar në disa qindra, po Kalifornia vijoi kundërshtimin ligjor. Shtëpia e Bardhë sinjalizoi se do të apelojë vendimin duke pretenduar se presidenti ka autoritet ligjor për të dislokuar gardën kombëtare për mbrojtjen e personelit dhe pronës federale pas trazirave të dhunshme. Po Breyer lodhi poshtë argumente duke i quajtur disa prej tyre tondice dhe të tjera afër keq interpretimit. Prokurori i përgjithshëm i Kalifornisë Rob Bonta përshëndeti vendimin si fitore për demokracinë dhe sundimin e ligjit. Presidenti nuk është mbret, deklaroi ai, duke shtuar se garda kombëtare nuk mund të federalizohet sipas dëshirës pa justifikim ligjor. Në vendimin e tij, Breyer paremëroi se administrata po përpiqet të krijojë një forcë policore kombëtare të përbërë nga trupa shtetërore, duke theksuar se forcat lokale të rendit, Los Angeles PD, sherifi i qarkut dhe policia rrugore e Kalifornisë kanë qenë të afta të menaxhojnë protestat pa ndihmën e gardës.